Shkruan Erben Langozi, sot dëgjova një rrëfim që më tronditi, por që fatkeqësisht nuk më habiti. Në Shqipërinë e vitit 2025, fushata elektorale e Partisë Socialiste nuk organizohet me ide, debat dhe dinjitet, por me shantazh, dhunë psikologjike dhe shfrytëzim të pastër të administratës dhe familjeve të tyre. Një nën më tregoi me trishtim se si burri i saj, një punonjës i thjesht në Kuçov, ishte detyruar të merrte pjesë në një takim elektoral të kryeministrit Edi Rama në urdhrat e kokës së mafjes Selfo Kaplani, pronarit faktik të kompanisë Viola Green, që pastron paratë e grupeve mafioze, ish kryetar bashkie dhe aktualisht drejtor në Alpetrol, një emër që tashmë lakohet si një nga figurat më të errta dhe të komprometuara të asaj zone. Por presioni nuk u ndal vetëm tek ai. Me urdhër nga lart, ai është detyruar të marrë me vete edhe bashkëshorten e cila me diabetin 600 është detyruar të shkojë dhe të dëgjojë brocshkullat e kryeministrit në vend që të ishte në shtratë apo në një qendër shëndetësore. Me dhimbje dhe zemrim ajo më tha, burri im më detyroi se kishte frikë të humbte punën. Unë si isha njeri, isha numër. Kjo është e papranueshme, kjo nuk është politik, kjo është mafia e shtetit. Administrata shtetërore është kthyer në vegël të shantazhit elektoral, në vend që të punojnë për qytetarët. Ata shndërrohen në pjesëmarrës të detyruar në spektaklet boshe të një regjimi që ka humbur çdo kontakt me realitetin, edhe çdo ndjenjë respekti për dinjitetin njerëzor. Ky nuk është thjesht abuzim, ky është krim moral dhe politik. I bëj thirrje çdo qytetari të ndershëm, mos heshtni, denonconi, qëndroni përballë këtij poshtërimi të organizuar. Shqipëria nuk është pronë një partie, populli nuk është turm për tu përdorur.